Përshëndetje miq, sot me 3 shkurt 2026 në mëngjes, unë kam pranu akt gjykimin e gjykatës themelore në Ferizaj, me të cilën është dënuar dhe është shpall fajtor i pandehuri Evë nga Prizreni. E keni pa që kur e kom qitë dhe kom postu këto në faqen time në Facebook, në pasaj në TikTok, e Instagram e gjitha rrjetet, edhe në Twitter besa, me të cilën kam dashur dhe me njoftu, pasi është interes publik, kam dashur me njoftu edhe opinioni, kam dërguar edhe mediave s'di sa e kanë transmetu, për arsye se raste të tilla fatkeqësisht në Kosovë janë duke ndodhur shpesh, raste të tilla të kërcënimit me jetë ndaj njerëzve, ndaj individëve, ashtu janë duke ndodhur shpesh dhe është një dukuri e cila duhet të ndalet. Dhe një mënyrë për të ndalë është duke secili nga ne duke e ndjek ligjin. Unë je keq që shumë prej atyre qindra kanë qenë qindra kërcënues, qindra mira, më të them, por shumë prej tyre nuk kanë qenë të identifikueshëm, maskueshëm me nickname-a, nickname në TikTok, edhe ka mos, do thot. Po ky individi ka qenë më i identifikueshëm, i cili me dashje post në TikTok, më ka shkruar në Facebook e tutje. Tash, çka është më rëndësi, ai personi ne kemi pas një gjykim, për të nuk e kam bu publik pa dalë gjykimi normalisht, kemi pas me 14 janar 2026, do thot para rreth 3 javësh, ku i pandehuri ka pranu falje në tërësi, edhe ka kërku falje në atë seancë, edhe normalisht me sa gjykata i ka marrë disa rrethana lehtësuese ndoshta, po megjithatë është dënuar për veprën penale kanose, pasi qytetarët tonë do të me ditë që kanosja me jetë është vepër penale e dënueshme. Unë jam duke pritur ende edhe për rastin tjetër, kom me ulëmtu, kom me interesu ku kam ri, çka kam ri, te kam ri rastin e vandalizimit të posterit me 4 tetor, pastaj që kanë ndodhur 2025, ku kanë shkruar edhe kufu me gjashme. U marrë këtë çudi që janë marrë me këto kur e din që unë s'nalna, kur t'nisna me një punë, kur ta vendosë s'nalna veç ma e kryt, kështu që veç këtë janë marrë. Çka është me rëndësi, unë edhe në gjykimi kam thonë gjykatësit, në atë seancë ku është shumë me rëndësi që kjo mënyrë të jetë një leksion apo një mësim, jo vetëm për të pandehurin, po për të gjithë kërcënuesit ose ata që menojnë me kërcënu dikan, të tashëm dhe të ardhshëm, se kështu dënohi, edhe do të me u dënu. Se këta e kanë marrë, se kërcënimin e kanë marrë si diçka, kur edhe kërcënimi me jetë, thotë që është të shkru në i qetë, në i fjallë, ose hajde bim kafe, e kanë marrë kaq të lehtë, pa i mendu pasojat. Jo njerëz që menoni me kërcënu dikan, t'hine që ka pasoja mas pari për juve, ka pasoja për familjet tuaja, për rrethet tuaja, ka pasoja për atë viktimën ose atë personin që doni me kërcënu, për familjen e tij e për një rreth gjanë. Edhe mbi gjitha krijohet një klim jo e mirë në shoqërinë tuaj. Prandaj do të mua eduku. Unë edhe sot kur e postova, unë kërkova dhe kërkoj edhe me këtë video nga organet e rendit, drejtësia, me informu të rritë, me eduku të rritë, sidomos ata të ri, të cilë është duke ju shpërlat truri, veçanërisht nga radikalizmi islam. Do të mu identifiku ata njerëz të cilët janë duke shpërlat trurin të rive tonë, që janë të orientuar në rrugë të gabuara. Absolutisht në rrugë të gabuara. Do të mu mësu, me orientu drejt, jo në rrugë të gabuara, po do të mu identifiku nga organet tona, nga shteti ynë. Jo me orë deri tek nivelet tilla ku të rritë tonë, jo vetëm që kërcënojnë për dhe marrin vepra, edhe kryjnë vepra, si që keni pa. Prandaj do të me ropa kërtuke, me marrë shumë seriozisht këtë çështje komplet si shoqëri, e mos më javë lanë, unë e kom thonë edhe më herët me një video. Nëse ka hoxhallar, se ka hoxhallar shumë pije,
të kuptome, edhe unë një në Ferizaj ka gjallor patriota, po ka, si duket edhe gjallor tillë cilët do të muhetu, çfarë funde bojnë, çka bojnë të kujt i përkulin ata? Si nuk i përkulin vetëm Allahut, po i përkulin dikujna. Do të me ulumtu shteti ynë, për ka po punojnë ata. E kom thonë publikisht, të gjithë jo, të gjani dhe këto, që e shifni një hoqë, që predikon gjona tilla radikale, që s'kan lidhe me fejbë, që predikojnë, që thot do të me luftu për fejnë të unë, ose me mbrojt me shqitem, do të kur ka tendenca të tilla, me orientu xhamatin, në këtë rast, besimtarët, sidomos trive që mundohen me pas efekt, raportoni me njëherë ose të tilla në polici. Raportoni, do të mund ndalu kjo dukuri. Dhe të kuptomi, nuk është dukuria e kërcënimit me jetë, nuk është vetëm nga radikalt islam, ka edhe fusha tjerë, po na po mirë na jemi të folë për këtë çështje që është edhe më e rëndë. Se po të shifni jo për shembull me i pa gjato kërcënime vinë, me fasosh i thua janë shqiptar më vota, çka kanë këta? Sham po e bën një me një drejt vetë, për shembull janë thirrë në kushtetutë, e kam drejtën time të Zotit me maspori me e mbrojt, se cilë e kemi, me mbrojt kulturën tonë kombëtare shqiptare. Po edhe mbi gjitha shtetin tonë, për cilën kemi luftu, po liri, drejtësi, parazi, pavarësi, po nuk kemi luftu për ninja. Fshinë ato, i kom thonë, nuk kena luftu për ninja, o njerëz. Nuk kena luftu, ti me dol, midis Ferizojt, midis Kosovës, mu lu si më konë në Afganistan. Kjo ka mu përfundu. Keni fitu pa në kohë që ju më thonë me Ferizaj, po, kjo ka mu mbyllë. Se nuk të cëmë në miliu, e është cërnim i sigurisë. E përsëres, kush mund me garantu që propa asoj pelerinet zezë nuk është do një terrorist sërb i Banskës, me të Banska, e shumë gjëra tjera. Pra, edhe njerë, e përsëres se baza e kërcënimeve të tilla ka orë, mas e kom postu me 18 shtator dhe 19 shtator që kom postu programin tim, bazon në Kushtetuën e Republikës Kosovës në 38 paragrafi 4, edhe Konventin Evropian për drejtat njerëzit në 9 paragrafi 2, do thotë këta janë kallpak që kena bazë ligjore kushtetutën, absolut, edhe kam po që nuk mund me kalu, edhe thjesht për gjithë ata e kam përsërit, po e përsëris, jam befasu që ka njerëz që kanë rrok prej e propagandës. Për ata që unë e menojnë që kanë propagandu jam kundër fesë, është shumë gabim, lidhe s'ka ja punë. Se kur ka orë puna që hahet pasuli ka një kukur, one ku mbrojt xhamin që të më Ferizaj, e jo gjallart, ma në men qëto, kur tush ballafaqomi edhe din opinioni. Ti mund është mos me shku kur xhami, po në momentin vendimtar dihet kush. Unë i mbroj edhe xhamin, edhe kishën katolike, edhe gjitha. Për mu, unë i mbroj gjitha religionet. Është e drejt e juja me ushtruaj, secilit, me ushtru besimin e tij në çfarë do mënyre, çfarë do besimi që ka. Nuk mujna me janë ndalu kërkojna ushtrimin e besimit. Po janë ndalën ligji me i kalu kufit. Kur ti del jashta konturave të fesë dhe përdor kur feja shndrohet në politikë. Mos e shëndrani, ju lutna. Dhe një po kërkoj, mos e shëndrani fenë në politikë, në kauza politike, se nuk ju del mirë. Nuk ju del mirë. Si ka dal mirë, as përpara as nuk kom ju dal kur mirë. Ke kush ke. Kur ta Salmani qenë në shqiptarë, nuk ju del mirë. Thjesht ne jemi shtet laik, është e drejtë e juve me majt besimin, mane, kërkush nuk ja mohon ato, që kam thonë, nëse dikush ja mohon ushtrimin e besimit ju, unë kam me luftu politikisht me juve. Nuk kanë drejt me janë ndalu. Tërso këto sale tjera normal që po, kur ti kalojsh, kur të përzijesh, e përzin fenë me politika, e del thu kitë Kosova islame, ku pe shevellat Kosova islame, na jena shqiptar. Besimet janë të tërsen, besimi është diçka personale. Unë personalisht unë besoj në Zot, shumë besoj në Zot. Po nuk jam religios. Me një feja më në kënë, jo, unë besoj në Zot, po shqiptarinë e kam të parën.
thjesht, nuk ka këtu kilimeli. Shqiptarinë e kam porë, që ato kemi, edhe kur jam nis luftë e kum shuar dhe ju mbi të gjitha. Jo tjetër sen. Po, besojnë Zot, absolutisht, se më thëshin, shkrujshin që atëherë mësaneje, Allah, kështu, po thësha, shka e kimo, ma shumë Allahin të sone. Edhe unë kam Zot, unë besojnë Zot. Do thot, shka këto, nuk mund dikush me pos ma të ngatë, se sa dikush tjetër, këta e kanë një fabindje që vetëm ata që predikojnë mujnë me e pronësu, jo, Allah, Zot është i krejtve, edhe atina, edhe ai që nuk beson, heq, edhe që i shon, edhe ati është. Ai mund mos me kuptu, po edhe ati është, për shembull, se është i krejtve, tek i fund ai ekziston, na folëm pak kohë, rëndësia dhe është absurd shikniste ne me pos kësi debate. Unë i shoh, ju vetëm të na unë i shoh edhe në shamë Twitter ti me i po, edhe në Amerikë asi radikal të krishterë, koti të njëjt janë si kur që ta radikal të islam. Nuk e keni idein, o të njëjt janë se këta që janë të dhanë mas fejës me dogmë. Këta janë të shumë verbë, nuk shuin ma lartë, më thonë. Ta janë njëjt, goti ishet njëjt, menojnë që ashtu që qysh është shkru, edhe menojnë që ashtu që është qysh e ka shkru dikush edhe kry. Do të pak me lon hapësirë fetit, me menu pak. Zoti ta ka dhënë trunin, me mendu, me kokën tonë. Mendo, mos harroni ajeti i parë, nëse mirë edhe me fejë. I fesë fundit, i shpallës së fundit që ka ardhur tek Muhamedi alayhis salam të lutjeve nëse është, ju kom thonë që ne unë respektoj jashtëzakonisht shumë, prandaj e kam përfshin thënien, e kam nis librin tim me thënien e tij. Tepër të fuqishme. Po ajeti por thot lexo, masa, ikra. Thash këta shka, ta për shembull, a e dini që jo që jeni radikal islam që menani që jepni karakter politik. A di që ju një gjunojnë më të modhin, nëse bashkë dikush në gjuna ju e një. Se ju nuk i përfillni fare mësimet mesazhin e profetit, Muhammed. Hiq. A i ka thonë pësa, për para, zhvilla, kërko dituri që nga djepe gjë në varë, është tejet e fuqishme. Ti menon që veç mu fali krynë ata? Jo. A i të ka kallëzu që krynë. Që shë krynë? A i të ka kallëzu që ma ofër Zotit, janë djetartë. Djetartët. Prandaj mësoni, panu njerëz të mirë. Let ja fshe hojrin, qysha kanë po shumë njerëz që janë shumë të mirë. Let ja fshe hojrin familja ju, rrethi ju, edhe populli ju. Edhe ju që jeni të fesë islamë. Ne kemi pas shumë trima besimtarë edhe dëshmorë që kanë bo simbiozë mes besimit vetë edhe kumit. Kumit e ka pas të parën. Panë edhe ju tjilë, që të ne kombin të parën. Pas taj falë në qëfar dërgjumë që mena një është qështje juve, po mone për veti, mos mujshi me bo mirë, keq mos pali. Ai hoqë që i len shkollën, ishtë nalë mena se shka s'kom njëve të dhe. Nëse një hoqë, ose një mësus, i len gjatorarit të mësimit, thot fëmija sot mujnë me shku falë, xhami, e nuk e vazhdojnë shkollën, aja është mas pari kriminali i parë. Është kriminali i parë që është kundër fesë edhe kundër shkollës. Aja i pari e shkel fjallën e madhët Muhamedi alayhis salam, që thot kërko për dituri që nga djepe gjanë në varë. Do thot i pari njeri që e shkel, akne thot, po baj ka me shku, po mas pari edhe ai hoqi i shef fëmijët, që e lojnë shkollën, e shkojnë xhami, ai hoqi është patriot, thot ka dalë, në shkollë shkoni, se që të shkollë shqipe me gjak e kena majtë, me mish e me shpirt e kena majtë. Shqyqër që kena arrit name e përjetu, edhe brejzë ynë që sot shkojnë shlien shkolla. Mos të harrojmë që një kohë kanë populli e ka majtë, 10 vjetë e ka majtë me bukën e vetë këtë shkollë. E ka majtë privat. Gjatë luftës në Ilona kanë mësu. E sot për shumë me po sentin, janë të pa faqme o njerës. Mos i kalani kufet. Po ju thamë, mos i kalani kufet. Edukano.
Po ju takon edhe institucionet dhe shoqërisë, edukoni njerëz, mos i lëni se këto janë faktor cilët këta të ri, sikur ky çuni, i shtin rrugë që këta janë të bindur në asesoj. Sikur që na kanë shku njerëz të ri edhe në Siri, ju e dini çka s'kan bë. Këta kanë marrë mësim prej dikujna, janë indoktrinu prej dikujna. Prandaj hetani këta nxitësit edhe denonconi. Ku ti shifni? Mbrune kumbin ton, bane fejnë ju, cilën do të fejta ta keni është çështja ju. Mos përhapni urrëtie fetare. Se një sen që na i kanë pos lakmi krejt bota, edhe na i kanë hala, që na shqiptarët, kur se këna këshyrë një fej, ka kështu, jo, vlavi jem është, i ke thonë, edhe i thojmë. Kur s'ka pos lidhe një vllai ju një shqiptar farfej ka pos, kur njetë nuk di që e kom veti, kanë që farfej ki. As nuk e veti, as nuk kom interesant, te këvuna e është çështje personale. Interesant ajo është i mirë, a ban vepra të mira. Se kur të bajsh vepra të mira, je në rrugë, shpesh herë thojnë, unë jam në rrugë, Zoti jam në rrugë. Jo. Gjithmonë do të më lut, inshallah. Jam në rrugë të Zotit. Me vepra të mira, të bo mirë, të bo njerëz të mirë, të një mu. Mos me bo keq, mos me shku as menja për mi bo keq, dikujna. Se në momentin ty që të shkon menja me bo keq, dikujna, ti mos je në rrugë të Zotit. Po gjithmonë lutë inshallah, edhe të bo mirë, të jafru njerëz, nashta jam në rrugë të Zotit. Se që është rruga ma e mirë, ma e drejtë, jo të bo keq, edhe jo të ri. Jeknu, te ke fund jeknu krejt për rritëve sociale, e mos në ndodhë që jo mo që mi kërsnu njerëzve me jetë, e me bo të li vepre, deri edhe në vrasje. Se do të pendoheni. Prandaj kujdesno. Që ata që ju nxisin u rejtje, denonconi. Denonconi tek policia ju, denonconi ku të mundeni, se ata nuk ju adojnë të mirën. Ai që ju thot që përhopu rejtje, e që menon që do të me luftu jo, kundër një vllavi tanë shqiptar, me që e shprej mendimin e vetë, nuk është ai shqiptar i mirë. Edhe nuk është besimtar i mirë. Besani nuk është besimtar i mirë. Nuk ka do të mirën. Prandaj kujtes, edukano, shkollano, dune familjen e ju, fëqion edhe krejt, pano njerëz të mirë. Pano njerëz të mirë, mos bani sanet qia. Unë këto e pota pak edhe si obligim, normalisht që kemi shumë çështje me folë, për herë kena shumë çështje me folë, po me të vërtetë e kam po që është duke i bo një edukim imprapsht rinis tonë, që gjithmonë na jemi krenu në botë që kemi një rinit mrekullueshme. Po me na dalë sot shikun 21 rinia me pas trunë në shpërlam. E mos me kuptu as pas po shka po shkruan. E me menu që e ban e vepër të madhe dhe mi thonë dikujnë ata iki kukën, ne më të alloj, thuti që ka mision. Kja da studim. Kush o t'ja shpërla këtyne trive trunin kështu. Kërkoj pej policisë Kosovës, mi hetu këta njerëz, kush janë ata që bja shpërlojnë trunin trive tonë. Thjesht, shkurt, shqip, gjoni, denonconi, burgasni. Mbroni rinin tonë, edukoni rinin tonë, mos i leni me shku rrugëve tilla të këqija. Nuk është vetëm kjo rrugë e keqe, të kuptomi, edhe droga, edhe prostitucion, krejt janë rrugë këqija. Edhe ato, po edhe kjo. Se mos ti dojnë tash se ka, po thjesht, ka një mision antikombëtar, që shihet që është, ka shumë qorqe, i kanë ushqy këto rryma, edhe mundohen me na deviju popullin ton nga identiteti ynë, i lashtë evropian, nga rruga jonë euro-atlantike. Kur po tham identiteti ynë i lashtë, se kur na kina pas, dardana të le, kur para arsita, kur na kina pas në Bretëresh, shumë prej venëve kanë lu me Arusha, Evropa kjo, kur nuk ka qenë ase
e civilizume, pa ta kanë hongër mishin e njerë dhe shkasamo. E tash për shumë, na jena pjesë e civilizimit, nuk jam vetëm grek, na bashkë jemi pjesë e civilizimit dë vjetër perëndimor. Jo, mu mënu me na qitë komplet prej binarve. Edhe qysh qep i binarve, kur sulman thellë, sulman rini. Ta keq edukan rinin, ta devijan rinin. Kur ta devijan rinin, ti ta me e ki ko gjatë dyshem. Pra ndaj ju baj ftesën e edhe organëve të tësis, po edhe shkollave. Edhe shkollave. Qysh, kush është ai mësus? Bashkë i kom thonë, identifikani, unë kom i denoncu publikisht, të kom i bo. Vi qënëm informata të sakta. Unë vishë për thamë që kam dëgju, nuk jam ende i sa ku ka ndodhur. Po nëse ka rast të tilla, ku ti edhe në shkolla, edhe shkollën e bani xhami, edhe mundohemi mi dhon komplet karakter tjetër shkollës shqipe, për cilën është dirë gjak me qindra vite, për ato fjalë të shenjta, për atë gjuhë të shenjtë, që edhe gjuhë e Zotit do gjuha shqipe, atëherë nuk pa mi ja falë. Unë kena mu mbledh, kena mi denoncu, me leq, veç kalëzanëm njerës, kalëzanëm ku t'i shevni, a inqizime, a fotografime, unë e kom ju najtë mrapa. Nuk gudzam e sëllmu shkollën shqipe, nëse shteti jonë nuk është duke mbrojt, kena me mbrojt na njerëzit. Qyshe kena mbrojt shkollën për herë, se ky shteti na ka lanë vitet në ajda, dene, krejti kanë shu, po populli ka mbajt shkollën shqipe. Prandaj edhe sot populli du të me mbajt shkollën shqipe, populli do të me eduku këtë rini drejt vlerave tona kombëtare, vlerave tona të shenjta kombëtare. Feja është ki diçka tjetër, krejt diçka tjetër. Aja është bindje personale, ushqim shpirtëror. Po jo më eduku të rritë me shkrua të pëta i ki krytin sana. Mos të harrojmë që shkit në kanë prej popullin tonë. Edhe fëmijë bakja kanë prej nonave grave shqiptare, e këta patriota që atëherë nuk janë qështu, me thonë, ta mbrojnë popullin tonë. E sot dikosh një fjolla, një gazetare, kush do të një qytetar që full, o quar për këtë pa pranueshme. Edhe s'mujna milion me fitu. Ta mbrojmë, përsëris 1 milion herë, ta mbrojmë rinin tonë, nga dukurit negative. Dukuri negative është krejtjan, droga, prostitucioni, vigjas, shkan, krejtjan të qia. Po edhe radikalizmi islam. Jo baj ftes, hetu e sismi, hetu gjitha ta njerës që nëzisin në rrugë të shia të radikalizmi islam të rriton. Jo baj ftes, edhe aty në gjallarve që janë të mirë, se ka gjallarë të mirë. Edhe ata më konë patriota, me identifiku kolegët të tyne, mi largu prej grupit. Edhe me rëntu rinin, ta manë shnash. Jo mi bari një radikali islame, që me punu për interesat të këna. Jo përshëndes, dune njëri tjetërin, ju të ri, mësane, po nane, vyni venet, vyni familjes t'ju, e mos kërsnani njerës, as për fe, as për kurgja. Veç rini gati nëse i vynë venit nesër mi tolë zot, që nga sulmojnë shkita me sen, Serbia që atëherë din një zot. Për qatë dit përgadet no, po jo me myt njëri tjetërin. Jo përshëndes.